Të gjithë prindrit të cilët janë në marrëdhënie pune dhe kanë fëmijët e tyre të regjistruar në kopshtet e qytetit, nuk duhet të shqetësohen për pushimet e verës. Pasi në bazë të ligjit edhe gjatë stinës së nxehtë, këto institucione do të qëndrojnë të hapura. Sipas drejtorit të qendrës, zotit Armand Mamani, këtë verë do të krijohet mundësia të gjithë fëmijëve që të argëtohen edhe në kampin veror që do të ngrihet në kopshtin Soros, duke u dhënë mundësinë të gjithë fëmijëve për më tepër argëtim. Kopshtet do të jenë të hapura gjatë gjithë periudhës, ndoshta mund të lajmërohen çdo kopsht për një lloj periudhe gjatë kohës që ne do bëjmë pastrime, rekonstruksione o diku nga periudha e gushtit, për cilën do të flasim, por që normalisht asnjë kopsht nuk do të mbyllet, do të funksionojë. E veçantë për këtë vit është se që nga data 15 qershor deri në 30 qershor në kopshtin numër 7, kopshti Soros të Beshtatori, do të organizojmë një kamp veror për 2 javësh, në të cilin janë të ftuar dhe të marrin pjesë të gjithë fëmijët e kësaj moshe. Kanë filluar regjistrimet dhe deri në 15 qershor mund të regjistrohen pranë kopshtit. Përveç procesit mësimor dhe procesit zakonshëm të kopshtit, sigurisht aty ka një lloj aktiviteti më të detajuar dhe më shumë sportiv dhe argëtues se sa proces mësimor. Dhe kjo bëhet më tepër për të ndryshuar që ka të pjesën e fundit të periudhës së verës dhe të përgatitjen për vazhdimin e kopshtit më tej. Përsa për këtë regjistrimeve të fëmijëve, do të fillojnë datën 15 qershor, do të vazhdojnë gjatë gjithë verës dhe ideja është që regjistrimet do të bëhen këtu pranë zyrave të Agjencisë së Mirëqenies dhe Kujdesit Social. Ndryshe nga vitet e tjera do të ketë, përveç dokumentacionit të zakonshëm, do të ketë një kontratë që do të lidhet ndërmjet agjencisë dhe prindërve për mënyrën se si do funksionojnë kopshtet gjatë vitit 2016-2017. Mamani pohon gjithashtu se regjistrimet do të fillojnë qysh në datën 15 dhe ndryshe nga vitet e tjera, prindrit e fëmijëve do të bëjnë edhe një kontratë me qendrën, procedurë kjo e cila do të aplikohet për herë të parë.